Skuadra tetovare pas disfacës në ndeshjen e fundit kundër Vardarit para tifozëve vendas në përballjen e nesërme me AP Brerën në Strumic do të mundohet që sadopak të kompensojë atë disfacë që erdhi si pasojë e lojës jo të mirë të gjithë ekipit. Shkëndija në 3 ditët e fundit ka punuar me intensitet të shtuar për të kthyer formën e duhur, por edhe në aspektin taktik, teknik dhe atë psiqik. Para ndeshjes së nesërme kundër AP Brera në Strumic, futbollisti Fabrice Tamba ka folur për atmosferën pas humbjes me Vardarin dhe pritshmëritë për duelin e nesërm në Strumic kundër AP Brera. The atmosphere is good. Of course, we lost last game. It was a derby. Gjithçka është në rregull, atmosfera është e mirë, e humbëm ndeshjen e fundit, ishte derbi, por ky është futbolli, gëzim dhe ndonjëherë mërzi, por ne duhet ta harrojmë atë. Tani jemi të fokusuar në ndeshjen e radhës dhe sigurisht po shkojmë me idenë 100% për ta fituar atë ndeshje. Por ka diçka të rëndësishme edhe kur fiton, mëson sepse ky është futbolli, edhe atëherë kur fiton mund të bësh disa gabime dhe nga ato gabime mëson për ndeshjen tjetër që të bësh më të mirën. Kur humb është më e vështirë, sepse ndoshta humbet dhe bën më shumë gabime, atëherë duhet të mësosh përsëri nga ato gabime. Pra kur them që e harrojmë nuk do të thotë që nuk na intereson, ka deklaruar futbollisti Fabrice Tamba. Nesër gjithashtu zhvillohet edhe një ndeshje e rëndësishme për kreun e tabelës pasi në Shkup takohen Vardari si Leksi. Në duelin që u zhvillua sot në Strug, Struga Trimlum mundi Shkupin 2-1. Golat për Struga Trimlum i shënoi Kompaore, ndërsa për Shkupin Suhel Muarem.